Në studio jam me Dorina Koçin, mirë se erdhe dashur, e cila do të në realizoj sot edhe një kompozim me trëndafila. Kompozimet me trëndafila, si që thash pak më parë, besoj janë ndër të preferuarit të klientëve. Atëherë, faleminderit për ftesën, Antoneta. Dyqani jonë është dyqani Anabela Flowers dhe mbajemi për trëndafilat. I kemi si simbol dhe të gjithë klientët shumicën e rasteve vijnë për trëndafilat e kuq. Kompozojmë buqeta, kuti, të mëdha, të vogla, sipas dëshirave të klientëve. Për pjesën e numrit të trëndafilave, ka shumë të bëjë në përgjithësi me një domethënie nga pas numrit, apo rëndësi ka që të dali një buqet e bukur edhe me prezencë? Ka klient që duan me një domethënie, aq sa vite kanë bashk, aq sa ditë kanë bashk, kanë dhe nga këto. Ka nga këto kliente që duan diçka të madhe, të bukur, mjafto të jetë një gjë e madhe dhe nuk e kam problem qa nuk i kam brënda. Sa vite ke në këtë Atëherë, unë kam 14 vite dhe 7 vite ka që kam dyqanin tim, Anabela Flowers. Për 7 vitesh je edhe si përmarrëse, dhe më thëmë përpos pjesës e punës me lulet, një punë që besoj është shumë interesante. Po, shumë e bukur. Klientët si janë të qartë kur shprejnë kërkesat për porosin që duan të bëjnë, apo në përgjithësi udhëzon edhe ti? Atëherë, në 90% të klientëve e kemi çuna. Edhe çunat si çunat, thonë ti e vajzë di më mirë. Unë dua të vajzën, thotë edhe mbushe me trëndafilat kuq. Përpiqet të japin informacione për shembull që ju të krijoni një ide se çfarë mund të pëlqejë më shumë? Po, na japin informacion që pëlqen këtë lule, duhet ketë pak aromë, duhet jetë e bukur si vetë vajza. Gjë që lulet janë, edhe kjo është ajo. Tani, bëjmë muhabet me zvajzash. Nëse mund të ndash me përqindje, sa janë ata që sa përqind zënë klientët që kushtëzohen nga pagesa? Në sensin që tonë vën limit çmimin dhe jo numrin apo... Atëherë, klientët tanë të paktën që vinë në dyqanin tonë më shumë se sa për pagesën janë me ide të qarta. Sikur një lule të marrin ka një mesazh për atë lule, kupton? Pra nuk është se kufizohen ose limitohen asnjë në pjesën e buxhetit. Thjesht e din që është një trëndafil dhe aty është një mesazh me atë trëndafilin dhe e kanë të qartë. Po bëhet qefi që kur vjen puna për ti nuk kufizon, jo. Për t'ia bërë qefin të dashurave të tyre nuk kufizohen. Do të filloj me një herë me realizimin e kompozimit. Atëherë, duke ditë që jemi tek faza e 14 shkurtit, kam vendosur të marr trëndafilat kuq dhe të bëjmë një buqet me trëndafilat kuq. Në rregull, do të realizojmë një buqet me trëndafila të kuq. Përveç trëndafilave të kuq, kam marrë dhe pak roselini që ta thyej. Po, sepse do të jetë një kompozim që nuk është fiks si ky, se ne kemi të realizuar një me trëndafila të kuq, që me qëra fjala është shumë i bukur. Faleminderit, kam marrë dhe pak anturja, është kjo lulja me zemër të kuqe, që edhe kjo është shumë e bukur. Atëherë, na duhem pak mare për të kompozuar. Mare është lule që gjendet në Shqipëri, e vetmja. Edhe do bëjmë buqetën. Ka një pak emocione kam unë, po do bëjmë të mirë. Mos u mërzit deri tani e perfekt, asnjë gjë nuk po shkon keq, pastaj lulet janë të bukura vetë. Po, edhe e zbukurojnë këtë rubrik edhe më shumë, nuk kanë nevojë për shumë fjalë. Po këto lulet e bëjnë Roselini ose mini trëndafila në Shqip, edhe ka një vit që është shumë e preferuar, dhe me thënë klientët i duan shumë. Këto kompozime besoj janë për ata persona që duan të krijojnë buqeta paksa më të veçanta, se thjesht trëndafilat kuq janë deri diku bazik. Bazike, po. Ato që duan pak diçka më të veçantë, por që t'jetë këto ngjyrat e ndezura siç është periudha tani. Mendoj se kjo do të shkonte. Ngjyrat e ndezura pasionante. Po. Pastaj kemi një vetëm me rozelini që është kjo këtu. Rozelini që janë pastel, ngjyrë... Kjo mund t'i dhurohet mamit, motrës, edhe të dashurës, dhe më thonë kujdo që mendon që e pëlqen si ngjyrë. Vërtet. Ose ndoshta për të ndryshuar, kur kanë disa vite që dhurojnë... Kur dhurojnë shpesh, pa tjetër që ato që dhurojnë shpesh marrin gjithë lulet, dhe më thonë nuk është së rinë tek një lule. Po duket shumë bukur kompozimit deri tani. Ne do lidhim pak, pastaj do fillojmë dhe një pjesë tjetër të vogël, shpresoj të kemi kohë që ta përfundojmë. Për persona që të donin ta realizonin në kushte shtëpie, për shembull kanë trëndafila nga kopshti i tyre, se edhe ky është element shumë i bukur. Beson që është
proces i vështirë për të Është i realizuar? vështirë. Për të realizuar bukur është. Pastaj për të realizuar diçka e thjeshtë, që pothuajse edhe unë të thjesht do e bëj këtu, sepse nuk është kushtet e gjërat, mund ta realizosh, ndërsa për të realizuar një kuti të bukur, diçka të veçantë, është pak e vështirë. Si proces, besoj ju nga që keni shumë vite, 14 vite, e mbaroni shumë shpejt Do me thënë maksimumi 2 minuta. Procesi ka nisur fillimisht me pastrimin e Me gjëmbave pastrimin të luleve, që këtë e kemi bërë më para, prej kohës, edhe ndonjë gjethe që shikojmë që nuk është e përshtatshme dhe kaq. Po, largohet që të mos prishi bukurinë e pjesës tjetër të buqetës. Sa trëndafila kishte apo nuk i nuk? Kishte 25 trëndafila, mos gaboj 10 rozelini, edhe 2 nga këto anturjat. 25, 10 edhe 2. Dhe me thënë diku 37 lule. 37 lule. Në buqet që është goxha. Po. Ndonjëherë buqetat e mëdha janë shumë të bukura, por kjo hyn tek buqetat që është Normale, që është e madhe, por që është edhe thjeshtësisht e mbajtshme. Po. Se jemi të sinqert, ato buqetat shumë të mëdha janë të bukura për Instagram, për foto, po praktike për shkakun për t'i mbajtur. Po, shumica për Kurimer foto. nëse ti silli në ambient pune, ke nevojë për asistencë për ti. Ne zakonisht shkojmë si asistenta kur i dhurojmë këto të mëdha. Është, besoj, shtoni staf gjatë periudhës 14 shkurtit. Po, patjetër. Stafi trefishohet, po, patjetër. Trefishohet. Çfarë ritmi ka shtimi klientëve çdo vit, nëse mund të thuash? Atëherë, në dyqanin ton, pothuajse çdo vit është shumë e madhe klientela. Arsyeja ndoshta pëlqejnë cilësinë, çmimet, mënyra se si Pra, është gjithkohës në rritje. Po, është në rritje. Nuk ka pasur Mendoj se kjo, po, jo, në Shqipëri, në të dyqani jonë, jo, mendoj se kjo është dhe në dyqanet tjera, dhe me thënë i bje që njerëzit i duan lulet. Çunat i dhurojnë shumë lulet, se çunat i dhurojnë më shumë. Po vajza që kërkojnë lule për djem? Ka dhe nga këto, mësisht po kërkojnë këtë 14 shkurt, po kërkojnë më shumë vajzat, edhe ne që stepemi që i dhurojmë, por ka trëndafila blu, trëndafila të bardh, ka nga ato që dhurojnë dhe trëndafila të kuq. Besoj dhe trëndafila të zinj. Po, dhe trëndafila të zinj, por jo shumë. Janë pak të veçantë këtë që i marrin, pa janë pak artista, se jo çdo kush do e pëlqente. Jo të gjithë mund t'i mirë kuptonin dhe t'i merë një të shenjë të mirë. Trëndafilat të zinj. Tani në kushte që jemi, do na kuptoni që nuk do bëjmë më të mirën e mundshme. Pa problem, je mirë kuptuar. Nëse ke nevojë për asistencë, unë të ndihmoj me gjithë qef. Faleminderit, por jam mësuar t'i bëj vetë. Je mësuar vetë. Unë maksimumi mund të bëj xhiro këtu për shumë në për emision me 2, të tregoj që nuk e di. Asa bukur. Dhe besoj se ka bëj mbylljen, do marrë ato buqetën tënde dhe shumë. Ups, se më duket e bëra një dëm me këto lulet. Atëherë jemi tek pjesa që e vëmë shiritin. Tani këtu besoj mund të duash pak mbi. Pak. Dhe pas shiritit që i vjet, do i vëmë dhe kartolinën që shkruhet sipas dëshirës së klientit. Këto vitet e fundit kam vënë re që kërkohet letër që është karton. Se më para ka qenë pak sa në plastik. Është bërë pak më e thjeshtë gjëja, kupton, nuk është më rënduar. E bëni edhe me gazeta, janë kthyer si gazetat, po. Edhe me shkrime të personalizuara dhe ato e bëjmë. Shumë interesante si kthehen disa trende edhe në fusha të tilla. I vendosim dhe kartolinën, zakonisht personalizohen ose jo. Këtu nuk e kemi shkruar se s'kemi klienti. Nuk e di pse është një tendencë, kam vënë re që shumë edhe kjo është për ty. Durojnë edhe pa. Faleminderit. Durojnë edhe pa kartolina. Kam pak shef ato pjesën e misterit, kam dëgjuar shumë vajza që her pas here vjen edhe në dyshim ndonjëherë se po ka raste që dhurohet dhe anonim, na thonë t'i lëm anonim, po vajzat janë shumë të zgjuara, e kuptojnë edhe shkon kot ajo pjesa e. Në përgjithësi anonim është kur mund të jenë djem që janë në pjesën e njohjes. Kortexhimit, po, që po përpiqen t'i bëjnë për vete vajzën në fjalë, edhe këtu mund të krijojë konfuzion, se normalisht është pak situatë çuditshme. Po unë dua të shoh ti
kushtoj vëmendje edhe këtyre kompozimeve. Këtu kemi dy kompozime shumë të bukura, shumë të veçanta, që nuk janë vetëm për 14 shkurt, besoj. Është për çdo ditë ajo, durohet shumë. Besoj edhe për 7 mars. Po, për 7 mars patjetër, Roselini, është një sport e gjitha me Roselini. Janë një ndër të preferuarit të sezon. Pastaj kemi këtë kombinimin Hortensia, Roselini, Trëndafila. Një kombinim shumë i veçantë duhet të ai. Besoj kryesisht për zonja do të ishte. Për zonja janë dhe për këto vajza që kanë një veshje pak të veçantë dhe duan të bëjnë ato fotot. Tani do të bëj një pyetje se jemi në minutat e fundit, do të përqendrohemi pak te për kujdesja ndaj këtyre buqetave, se shumë prej atyre që marrin buqeta duan që të qëndrojnë me këtë kujtim për një kohë sa më të gjatë, pra ti mbajnë buqetat sa më shumë të munden. Sa mund t'i rezistojnë? Maksimumi deri në 15 ditë jetojnë lulet natyrale, ju pritën bishtat, futën në ujë, një herë në 3 ditë i ndron ujtin edhe kaq duan këto. Po bishtat duhet t'i ndrosh kur ti ndrosh ujtin, duhet t'i presësh dhe bishtat edhe deri në 2 javë i ke të sigurta që qëndrojnë. Ndonjë gjë që mund të është kjo aspirina kështu gjërash, po edhe pa të bën, se mjaftoj që ti presësh bishtin, domethënë. Gjithmonë sa herë ndron ujë ti presësh pak bishtin. Po, patjetër. Shumë ide interesante. Po për këto trëndafilat e gjatë që i 1 metër, po. Po, që është ky trendi i fundit. Po. Që është ndonjëherë më i gjatë trëndafili se vetë vajza. Po, edhe 2 metër, po. Si sugjeron që të gjejnë vazo që kanë goxha peshë që t'i vendosin, apo sugjeron të prihen? Ky trëndafili në fakt është pak i vështirë për qëndruar i freskët, sepse edhe nëse ne presim te pjesa e fundit është vështirë që të arrijë ujti deri te pjesa sipër që të rrihej freskët. Pra ata janë... Domethënë ai rrezikon të prishet pak më shpejt se sa këto. Po nëse priten? Pritën, po shumë kollaj nuk arrin ujti deri lart. Domethënë arrin për një javë, po pastaj... Shumë interesante kjo, si informacion për t'ju dhënë gjitha atyre personave që... Gjithsesi gjithmonë duhet të presim bishtat. Edhe se janë nga më trendet këto trëndafilat si shtam miq. 1 metër, 2 metër që janë më gjatë se vajza që i marrin. Janë jo shumë praktik për pjesën e jetë gjatësisë, ndërsa trëndafilat e tjerë zjasin goxha. Po mes trëndafilash, për shembull trëndafilat dhe rozelinit, kanë paka shumë të njëjtën kozjatje? Të gjitha po të njëjtën në kozjatje. Pothuajse deri në 2 javë, 3 javë jetojnë. Çfarë sugjeron klientëve, sidomos atyre që i ke besnik, që të bëjnë porosit, fillojnë porosit disa ditë përpara? Klientët pothuajse i kanë filluar porosit, klientët besnik i kanë filluar, por ato që nuk janë dhe besnik, mund të fillojnë se... pranoni edhe deri në momentin e fundit? Jo deri në momentin e fundit, deri 2-3 ditët e fundit, se pastaj s'kemi çfarë të bëjmë më shumë. Është e vështirë është fluks shumë i madh. E vërtet. Po elemente të tjerë, kam parë që përveç trëndafilave, shtojnë element si çokolata. Po, çokolata, rusha, dhe ndonjë bizhu, domethënë mbushet ajo pjesa e këndi që i çohet plot dhurata. Edhe në telefoni mirë shtohet ndonjëherë. Sidomos kur është i trendi i telefonave të rinj që sa portokallit. Sa po del, varet se sa duan të dërgojnë me buqetën, se normalisht tani shumë vajza, të jemi të sinqert, duan element të shtuar. Lulet janë shumë të bukura, por duan element që zjasin pak sa më shumë në kohë, disa. Por gjithmonë të shoqëruar me lule. Po, normalisht. Ajo pastaj i shton romanticitetin lulja. Po, tani një nga pyetjet e tjera që do të bëja është për pjesën e aromës. A ka akoma lule trëndafila specifik që kanë aromë më të ndjeshme, më të fortë, apo është pak sa e vështirë të këto që duken perfekt? Është pak e vështirë sepse është transporti që vjen frigoriferi. Në përgjithësi nuk kanë, po ka dhe lule që kanë aromë, po jo trëndafilat. Janë lule të tjera? Janë viola, po janë disa lule peoni, janë disa lule që kanë aromë edhe nga transporti nuk ju ikën. 14 vite punë, cila ka qenë buqeta më e madhe që keni realizuar? Buqeta më e madhe ka qenë me 5.000 trëndafila. 5.000 trëndafila? është dhuruar këtu në Shqipëri dhe... Të kohë të fundit? Ka një vit. Një vit, a? Në vajza akoma se ka marrë vetën vajza nga lule. Është shumë interesante, sa gjuna 5.000 trëndafila më pas të thanë. 5.000. 5.000, po pra 5.000. Falenderoj shumë Dorina që ishte pjesë e emisionit. Urojmë që të vazhdoni edhe me buqeta dhe më të mëdha. Faleminderit për ftesën. E miq, unë po zhvendosem bashku edhe për qenë për t'i lënë takim sërish nesër teleshikuesve të programit e jetën e. Pse nuk erdhi ti tek trëndafilat? Po mendova se do e mbyllje dyqanin aty bashkë me Dorinën. Madje unë mendoj që të marrim nga një secila. Mjafton një. Jo, me 2 të kuq të lutem shumë. Zgjidh e dashur. Ja, kështu do ta mbyllim sot ne për
kujtuar miqve që na ndjekin se jo të bëjnë gati nëse duan të bëjnë dhurata, se kemi dhe mikrofonin, duhet kemi kujdes, nëse duan të bëjnë dhurata partnereve të tyre, ose për dhe partnerit, se jo, të mendojnë që tani. Kanë kohë edhe një javë, besoj. Jo, po, zjetë rada. është pak problem. Mirë, ne ta mbyllim sot besoj në mënyrën më të bukur të mundshme këtë program, për t'ju lënë takim sërish nesër. Jo, nesër është shtunë, do bëjmë pak pushim. Do shihemi të hënën në orën 10:30 edhe ju urojmë shumë që ju të kaloni një fundjavë të bukur, një fundjavë ashtu si ju do zemra dhe me njerëzit tuaj të dashur rreth. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale miq, në YouTube dhe në Instagram, ne jemi prezente edhe aty. Kalofshi fundjavë të bukur, shihemi të hënën. Shihemi të hënën.